إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pasi folëm pra për kuptimin e dy dëshmive, Sheikhu thot Allahu më shiroft, më pas thot bën salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nëse do thot mund të ta shkurtosh duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pra, ka përmend formën e parë, pastaj ka thënë ka dhe i formë salavatëve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të shkurtuar. Pra, e thot më pas. Më pas thot zgjedh prej duave, pra mbas salavatëve, jemi gjithmonë te teshahudi i parë. Po flasim gjithmonë te teshahudi i parë. Pra mas i tham, pra lexon teshahudin, lexon salavatët, pastaj bën dua. Pastaj thot zgjedh te ky teshahud prej duave, pra të transmetuara ato që pra i pëlqen atij më shumë dhe i lutet Allahu xhallahu ala me këtë dua. Pastaj pra flet për ngritjen për rekatin e tretë apo të katërt. Ne flasim pak për salavatët, pra siç folëm për teshahudin ose për dy dëshmit, kurse këtu thot Allahu më shiroft, pra salavatët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vendi i saj dhe forma e salavatit. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra bënte salavat për veten e tij në teshahudin e parë dhe në teshahudet e tjera ose te teshahudi i dytë. Këtë gjë thot e ka bërë synet ose e ka ligjëruar për ummetin e tij, ku i ka urdhëruar që pas salatit alej, pra pas salavatëve dhe pas selamit, dhe i ka mësuar thot disa forma. Ka përmend, unë nuk po lexoj pra dy prej këtyre formave, këtë që ka përmend, por se te njëra prej këtyre formave pra do t'ju lexoj diçka që t'ja u shpjegoj më mbrapa. Ka formën e dytë ka përmend Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kjo është e dyta. Te e gjashta ka thënë Allahumma salli ala Muhammed wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Pra do të tregoj kuptimin, po azwaj dhe dhurriyya pra janë gratë edhe pasardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse të shtatën, pra formën e shtatë ka përmendur atë pra që tek libri përmbledhës e quante shkurtim. Pra shtatë thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thot këtu Allahu më shiroft, pra i than gjëni, thot i than, pra kur i than o i dërguari i Allahut, ne e mësuam se si të bëjmë t'japim selam ty në teshahud. Thot si të bëjmë salavat për ty, ai i tha, thoni Allahumma salli ala Muhammed. Ku thon te fjala mësuam si t'japim selam ty? Assalamu alejke ejuan nabi wa rahmetullahi wa barakatuh. Për këto e kanë qëllimin. Tani thot ne mësuam si me dhon selam. Si të bëjmë salavat? Ka përmend pra salavatët Allahumma salli ala Muhammed. Pra, ky hadith nuk ka veçuar një teshahud nga një teshahud tjetër. Prandaj, këtu ne kemi argument se është e ligjëruar që të bëjmë salavat dhe te teshahudi i parë. Gjithmonë prandaj ju thash, keni parasysh që po flasim për salavatët te teshahudi i parë. Gjë që disa njerëz kur e bëjnë, vinë dhe pyesin që çfarë, unë harrova dhe bëna salavat, pra është sikur duket do të më thonë që atë bëj sejdë harrezë, ndërkohë që ne jemi këtu duke thënë që kjo është, jo që kjo bën gabim, por se është diçka e ligjëruar. Prandaj thot, me te ky hadith ka argument se është ligjëruar salavatët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam teshahud të parë gjithashtu sepse te i dyti dihet. Ky është mëdhëbi Shafiut, siç e ka përmend te libri i tij, pra dhe tregon. Shebi Bazi Allahu më shëroft me që jemi këtu, thot
Pra, fjalën Allahumma salli ala Muhammed, salavat thot, nëse personi nuk e bën këtë gjë, nuk bën salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te teshahudi i parë, mbas dëshmive çohet, pra kur thotë ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, thot nuk ka problem, sepse disa dietar kanë thënë që nuk është e pëlqyer këtu që të bësh salavat, por se është te teshahudi i fundit. Gjë që thotë sheku tani, por sa hadithet e sakta tregojnë gjithashtu se është e ligjëruar edhe këtu. Pra dhe te teshahudi i parë është e ligjëruar që bësh salavat. Pra mos mjaftohesh me ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, por se të vazhdosh edhe te teshahudi i parë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kjo është fjala e Sheikh Albanit e Sheikh Bin Bazit. Por se hadithet e sakta tregojnë se është e ligjëruar si këtu si atje. Pra si te teshahudi i parë, si te teshahudi i dytë apo i fundit. Thot, kjo është fjala më e saktë sepse hadithet janë gjithë përfshirëse, i përfshin të dyja, por se nuk është obligim. Obligim është te teshahudi i fundit, si thonë disa dietar. Pra dhe atje kanë diskutuar dietar se është obligim apo jo. Qartë. Pastaj thot kuptimi, Sheikh Albani këtu ka thënë kuptimi, çfarë do thot Allahumma salli ala Muhammed? Thot Allahumma shiroft, pra fjala më parsore që është thënë ose që ka më përparësi, që është thënë për kuptimin e salat ala nabi, është fjala e Abu Alias rahimahullah për tabiinve, salatullahi ala nabihi, pra thanauhu alayhi wa ta'dhimu. Pra lavdërimi që i bën Allahu xhalla wala, pra ta lavdëroj në momentin që thu Allahumma salli ala Muhammed, je duke thënë Allah, je duke i lutur Allahu xhalla wala që o Allah lavdëroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lavdëroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje transmetimi që ka ardhur ka thënë thanauhu alayhi fil mala'il a'la. Ta lavdëroj Allahu xhalla wala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek me lajket e lartë, tek me lajket e lartë. Pra kurse salavati që bëjnë me lajket apo të tjerët për të është që ta kërkojnë këtë gjë prej Allahut, pra që Allahu ta lavdëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra qëllimi është që të kërkosh shtesë këtij lavdërimi, jo thjesht thot vetëm bazë. Thot vetëm bazën e salavatëve. Thot e ka përmend të Hafidh, pra Hafidh ibn Hajar te komenti i Buharit, thot dhe ka refuzuar fjalën e njohur se salat këtu do thot rahme. Pra, moment që ne themi Allahumma salli ala Muhammed, ca dietar kanë thënë që qëllimi është mëshiroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë shehu këtu Hafidh dhe ka refuzuar këtë fjalë, Imam Ibn Qayyim ka refuzuar këtë fjalë, që nuk të thotë Allahumma salli ala Muhammed, pra o Allah mëshiroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo, o Allah lavdëroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka hedh poshtë këtë fjalë ose e ka refuzuar këtë fjalë, gjithashtu thotë ka bërë Imam Ibn Qayyim ose Ibn Qayyim në Jala'ul Afham, gjë që nuk mund të shtosh, pra ka mjaftu fjala Imam Ibn Qayyim thot duke e përmend. Pra nuk përmendet salavat se për shembull ti e keni pa sa thot paqja dhe mëshira e Allahut. Në moment që përmend alayhi salatu wasalam ose sallallahu alaihi wasallam thot paqja dhe mëshira e Allahut. Selam ne përmendëm çfarë thot selam. Ruajtje, mbrojtje. Qartë, selam. Kurse salat është lavdërim, nuk është mëshirë. Nuk është mëshirë. Ndoshta do zgjerojmë pak kur ty lexoj fjalën e Sheikh Udhëminit Allahu shah. Kurse barik, pra Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Do flasim të për al, çfarë do thot al. Këtu te bereke, pra Allahumma barik thot për bereqetit, që është shtesa në diçka, pas begatin diçka. Pra i lutesh Allahu xhallahu ala për këtë gjë. Ti kjo dua që ti bën përfshin që Allahu xhallahu ala t'i japi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej hajrit, prej mirësisë, atë që i ka dhënë familjar o pasuzve apo familjarëve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, që kjo gjë të vazhdoj, të jetë e qëndrueshme dhe të shumë fishohet. Pra ky hajër, ky bereqet, ngjoni, të jetë i vazhdueshëm, të jetë i qëndrueshëm dhe të shumë fishohet. Tjetër, këtu te kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Unë po ja u them që tani që al ka dy kuptime. Ose pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose pasuesit që këtu hyn gjithë që pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose familjarët e tij. Këtu te kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pra siç ke lavdëruar Ibrahimin dhe pasuesit apo familjarët e Ibrahimit, thotë kjo shtesë këtu, pra që themi kështu, ka ardhur thotë transmetimi i Buharit, e ka përmend gjithashtu Tahawi, Bejheqiu, Ahmed, thot Nesai, kanë ardhur thot shumë transmetime. Prandaj mos u mashtro thot me fjalën e Ibnul Qayyim
dhe gjithashtu ka pasur shekun e tij Ibn Taymiyah Fatawa që s'ka ardhur thon hadithi sakt me Ibrahim wa ali Ibrahim bashkarisht. Ti e shef thot që kanë ardhur të dyja. Thot ky realisht është prej dobive të librit që pra unë me hollësi kam pasuar, pra kam studiuar, jam thelluar në transmetimet, pra duke i studiuar transmetimet që kanë ardhur nga pejgamberi sa tham, duke i mbledhur gjitha bashkë. Edhe këtë thot i takon mirësia, falënderimi Allahut xhalla wala. Më mbrapa kur përmend njëjtën gjë këtu, pra me tregu këtë që pra dije se ka ardhur hadithi sakt. Këta dietar, pra Imam Ibn Qayyim Sheikhul Islam kanë bërë ijtihad, por se nuk e kanë qellu. Prandaj thot, këtu thot, gjithashtu thot më mbrapa, është bashkuar mes Ibrahimit dhe Ali Ibrahim. Kjo është ajo që thot që e ka mohuar Ibn Qayyim dhe shehu i tij, siç e përmendëm. Qartë? Edhe siç e kemi përmendur tjera që argumenti ka përparësi para çdo dietari, pra mund të harroj, mund të gaboj, se qëllon në vërtetën, por se ka shpërblim tek Allahu xhalla ala. Qartë? Pastaj ka përmend pra dobi, pra të rëndësishme për sa i përket për salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Te libri bazë këtu te azwajihi wa dhurriyyatihi thot këtu wa alur rajul, pra Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kjo al thot këtu janë familjarët e tij, janë pra njerëzit e shtëpisë tij, familjarët e tij, gjithashtu janë dhe pasuesit e tij. Gjithashtu janë dhe pasuesit e tij. Është fjala e Imam Ibn Qayyim. Kurse azwajihi, pra gravet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot zauj, pra tregon gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë me to, ndërkohë pra kush janë këto gra janë 11. Normal që kjo ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra sepse për muslimanët është lejohet deri në 4. Kurse për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka qenë e lejuar më shumë se 4. Madje ka pas pra që ta keni parasysh në xhailitet, pra poligamia, martesa me shumë gra ka qenë e njohur. Sa ka ardhur një person, pra kur ka pranuar Islamin, nëse s'gabojmë ka pas 10 gra. Pra ka pas shumë, pra njerëzit në xhailitet se kishin problem. Gjithashtu, pra nëse e kanë problem të krishterët, se ata mundet që të sulmojnë Islamin me këtë gjë, ata në librin e tyre për shumë prej pejgamberëve kanë përmend që janë martuar me shumë gra. Për Sulejmanin, për Daudin, për Jakubin, për Ibrahimin, pra në librin Biblën e tyre, për shembull, sidomos për Sulejmanin thotë që kishte 1000 gra, 700 gra dhe 300 robëresha nëse s'gabon. Dhe ti për shembull kur e ke në librin top 1000, ke për Daudin kush e di sa gra, vjen dhe qorton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë? Ktu e shihni ato mllëfin dhe inatin e tyre. Thjesht u tregoj emrat, prandaj po e lexoj më shumë, përse për nasarat ka si më thon kritik sa dush. Edhe ju kam thënë që nasarat, krishterët, mos të harrojnë një fjalë gjithmonë që mos të godasin tjerët me gur, ndërkohë që shtëpinë e tyre kanë prej xhamit. Qartë, pra ta keni parasysh shumicën e rasteve. Ta keni parasysh edhe pos patët dije shumë. Ça sulmojnë krishterët Islamin e kanë librin e tyre. Pra nëse pejgamberi ka pas për shumë numër kaq, atje në librin e tyre kush e di sa. Nëse në Islam për shembull ka xhihad me rregulla që nuk vriten nga as gratë, as fëmijët, as jo luftëtarët, xhihad me rregulla, shkon atje që griten edhe fëmijët, edhe foshnjat, edhe kafshët, edhe gomarjet etj. Imagjino një person ka librin e vet që ta marrësh foshnjën, ta përplasësh mas shkëmbi, ky vjen dhe sulmon Islamin. Prandaj ta keni parasysh, nëse nuk dini detaje, marrni mend të si rregull i përgjithshëm. Se e kanë thënë dhe persona prej atyre. Ka thënë ne zakonisht çfarë qortojmë Islamin, ne e kemi vetë. Sidomos personat që i kanë hyrë dyshime për fenë e tyre. Prandaj thjesht desha me fol për nasarat tu, po më që qëllim, më ra si më thon tema. Thot gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sa ka hyrë me to kanë qenë 11. Përmend emrat: Khatija ibn Khuwailid, Zainab binti Khuzaim al-Hilaliyye, që dini dhe emra dhe ti mësoni, prandaj po jo lexoj. Zainab binti Jahsh, Hafsa binti Umar, Ramla Habiba, pra ajo njihet me kunjen e vet Ummu Habibe, por se emrin e ka Ramla binti Abi Sufjan, pra goca e Abu Sufjanit, motra e Muawiyes radhiyallahu anhu majma'in, Juwayriya bintul Harith, Maimuna bintul Harith, Safiya binti Huyay, Sauda ibn Zama, Aisha binti Abi Bakr dhe Hind Ummu Salama, pra Ummu Salama Hind binti Abi Umayya. Pra këto janë 11 gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe Hindi thot Ummu Salama është e fundit që ka vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot
pra kur ka vdek ka pas 9 prej tyre, pra nga ato që përmendëm, përveç Hatixhes dhe Zeynep, se ato për shkak kishin vdek më përpara. Qartë, pra ka vdek nga 9 prej tyre, pra sepse Hatixha normal kishte vdek më përpara, pas edhe Zeynep binti Huzaime ka vdek. Qartë, to janë 11, pra kanë vdek kur pejgamberi sa ka qenë gjallë. Kurse dhurrijet e tij, pra pasardhësit e tij, thotë që janë fëmijët dhe fëmijët e fëmijëve, pra niprit mbesat. Thotë kanë diskutuar dietarët që a hyn fëmijët e vajzës, jo këtu. Domethënë shife si diskutim, pra te kur thuhet pasardhësit, a hyn fëmijët e vajzës? Diskutojnë dietarët, a hyn apo s'hyn. Pastaj sheku çfarë thotë, mbasi tregon këtë diskutim, thotë këtë diskutim e kanë dietarët, pra në çështje të tjera, ama këtu patjetër thotë hyn, thotë te pasardhësit hyn çfarë djemt e Fatimës dhe pasardhësit e saj me mendimin e gjithë dietarëve. Pra ky diskutimi që a hyn çunët ato fëmijët e vajzës është në çështje të tjera, ama këtu për sa i përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur themi, pra o Allah lavdëroje Muhamedit dhe gratë e tij dhe pasardhësit e tij, hyn thot Fatime dhe fëmijët e saj, që janë Hasani, Huseini, pra hyn këtu qartë, radhiyallahu anhum ajma'in. Pastaj thot shehu këtu, thot elhamd, pra që Allahu xhallahu ala është i lavdëruar, i ka gjithë cilësitë për t'u lavdëruar, Mejid, pra Hamidun Mejid, pra El Mejid vjen nga pra min el Majd, pra fjala Majd, që të shon që Allahu xhallahu ala i takon madhështia, madhëria. Përshtatja që pse është mbyll kjo dua me këto dy emra, pra se ajo që je duke kërkuar ti që Allahu xhallahu ala ta nderoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta lavdëroj atë, ta afroj sa më afër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo pra të çon, detyron kërkimin e lavdërimit dhe të madhështisë. Pra kërkimin e lavdërimit dhe të madhështisë, pra që ka Allahu, që i takon Allahu xhallahu ala. Pra ti o Allah, veprat e tua na obligojnë ne që të falenderojmë ty, të lavdërojmë ty për shkak të mirësive, pra të njëpasnjëshme që ti na jep ne, dhe mirësive shumë dhaja që i ke për gjithë robrit e tu. Prandaj thot është mbyll me këto dy emra. Kurse shehu Uthaymin Allah më shërof thot, pra salli ala Muhammed. Është thënë që es-salatu min Allah ar-rahma. Është thënë pra që është mëshira. Prej me lajkeve është kërkimi faljes, prej bive të Ademit është duaja. Pra momenti që thua sallet alehil malaike, pra kanë kërkuar falje me lajket për të. Salla alehil khatib, momenti që përdor të fjalë, do më thonë ka bë dua për të khatibi. Sallallahu alejhi, pra Allah më shiroft. Por kjo thot është e njohur të disa dietarë ose të dietarët, por se fjala e saktë është kundërshtim me këtë, që salati këtu Allahumma salli ala Muhammed është më e veçantë se mëshira. Prandaj dietarët kanë rënë dakord ose muslimanët kanë rënë dakord që ne mund themi o Allah më shiroj për çdo besimtar. Por sa mund themi ne për dikën përveç pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam? A mund themi për çdo musliman rahimahullah, Allah më shirof? Po, mund themi për çdo musliman. Mirë, mund themi për çdo musliman sallallahu alaihi wasallam? Qartë, pra këtu dietarët kanë diskutim. Thot, nëse do kishit njëri kuptim, atëherë nuk do kishte dallim. Pra do thot që nuk kanë një kuptim. Pra salavat nuk do thot o Allah më shiroje. Qartë, gjithashtu thot kemi ajetin e surës Bekara, ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahma. Ata kanë salavat prej Zotit tyre dhe rahme. Salawat dhe rahme. Pra mas rahmes ka ardhur, mas salavat ka ardhur rahme. Do thot që kanë kuptim ndryshe, salawat është diçka, rahme është diçka. Prandaj salawat tham që është lavdërimi. Pra tregon këtu thot te ky kontekst që ka ardhur ajeti, tregon që janë dy gjëra të ndryshme, pra me argumentimin për këtij ajeti fisnik. Prandaj fjala më e mirë që është thënë është ajo që ka përmendur Bulali rahimahullah, se salatullahi ala nabihi është të lavdërojë Allahu atë tek me lajket e lartë.
Pra momenti që themi Allahumma salli alej, pra o Allah lavdëroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek me lajket e lartë, te me lajket e lartë, të afërt tek Allahu xhalla wala. Pastaj përmend gjithashtu më poshtë pra fjala e saktë ose që anohet nga ajo është që ta lavdëroj Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek me lajket e lartë, me lajket e afërt. Wa ali Muhammed është thonë që janë pasuesit, pra ata që e kanë pasuar në fenë e tij, pasuesit e pejgamberit sa në fenë e tij, sepse përdoret alu shakhs çdo kush që ka pasim. Dhe përmend ajetin: "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab." Ditën që do bëhet kiameti, futini alu Firaun. Kush janë alu Firaun? Pasuesit e faraonit në dënimin më të rëndë. Pra këtu marrim thotë që fjala al vjen për, nuk është tu qëllimi thotë për familjarët e faraonit, jo është për pasuesit e faraonit. Për pasuesit faraonit. Prandaj ne themi këtu momentin Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed, pra një kuptim është pasuesit e pejgamberit sa që e kanë pasuar fenë e tij. E kanë pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fenë e tij. Gjithashtu, pra vjen fjala al për besimtarët, për familjarët e tij besimtar. Familjarët besimtar. Pse? Se një familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte dikush që nuk e besoi, siç ishte për shembull kush? Ebu Lehebi, xhaja e tij. Ai nuk e besoi. Atëherë nuk është prej alu Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtu. Prandaj thot të afërmit e tij besimtar. Pra tregon thot që këtu del nga kjo çdo qafir thot prej familjarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se thot fjala e saktë ose më e saktë është e para që qëllimi këtu janë pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama mund të ketë raste, edhe po ja u përmend fjalë dhe arabisht se duhet t'ju tregoj një dyshim këtu prandaj. Thot, por se nëse themi dhe al dhe diçka tjetër, atëherë mund të ketë për qëllim familjarët e pejgamberit. Për shembull, thaqil, nëse thuhet ala Muhammed wa alihi wa atba'ihi. Allahumma salli ala Muhammed wa alihi wa atba'ihi. Pra lavdëroj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa atba'ihi. Pra i përdorim të dy, dhe al dhe atba'. Atba i thon pasuesve. Al atë këtu ça, po e përkthy me atba, është e qartë, atba janë pasuesit. Po al këtu, atë al ngel që janë familjarët e pejgamberit. Pra konteksti është ai që tregon ty se si ta kuptosh fjalën, Wa barik ala Muhammed, pra, ose këtu, salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, kema sallejta, ashtu siç ke lavdëruar Ibrahimin. Këtu tani, do të diskutojnë dietarët kshu a është përngjasim siç ke apo ka diçka tjetër, dhe fjala sepse po që përngjasim pastaj fillojnë diskutimet. Ne nuk do flasim për atë, tregojmë të komentin tjetër që Shehu Themini thotë, kjo lloj forme fjalie, kjo lloj forme duaje, ne po afrohemi tek Allahu xhallahu ala me vepër që Allahu xhallahu ala e ka bërë më përpara që ta realizoj këtë vepër në këtë moment. Pra, o Allah, sikur ti i ke dhënë mirësi, pra para shumë kohësh, si që ke dhënë mirësi Ibrahimit, pasuesve të Ibrahimit, alayhi salatu wassalam, atëherë këtë mirësi bashkangjite me Muhamedin ose për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e Muhamedit sallallahu ose pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky thotë është kuptimi i kësaj siç bëra me Ibrahimin. Wa barik ala Muhammed anzil alayhi al-baraka. Pra barik ala Muhammed zbrit bereqetin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, tregon që rronja e kësaj fjale siç e përmendëm dhe më përpara është prej birke, pra si një rezervuar, si një qen i madh ku mlidhet uji aty. Dhe normal, kjo përdoret kjo fjalë arabisht për diçka ku uji është i shumt, është i qëndrueshëm, nuk largohet uji, është aty, qëndron. Prandaj, moment që themi baraka, Allahu me barik ala Muhammed, do thotë që hajri është i madh, është i vazhdueshëm, është i qëndrueshëm, përfshihet thot bereqeti si në vepër, si pra ndikim, në gjurmë ose në fryte, për sa i përket bereqetin vepër, pra që t'japi Allahu xhallahu ala sukses personit për një vepër që s'mund ta ketë dikush që se ka këtë bereqet. Kurse në gjurmë dhe në fryte, pra që t'jenë gjurmët e veprës tij dobishme që i bëjnë dobi njerëzve. Prandaj s'ka dyshim se bereqeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ka dhënë Allahu xhallahu ala nuk ka pra diçka të shembullt me të, sepse ummeti i tij është ummeti pra më i shumt dhe se përpjekjet e tyre në hajër janë më shumë se përpjekjet e tjerëve, prandaj ju çdo bereqet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë që e ka
pra e kanë pasuar gjithashtu në veprat atyre që kanë pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Innaka Hamidun Majid, pra Hamid ka për qëllim vjen me kuptimin si Hamid, si Mahmud, që do thotë Allahu lavdëron robët e tij, miqtë e tij, të afërt, pra që ju janë bindur atij, gjithashtu ai është i lavdëruar pra për cilësitë e plota që ai ka dhe për mirësitë e mëdha që ka kashi krijesave. Kurse Majid ka pra lidhje dhul Majd, është i madhëruar, ka madhështi, ka sundim, pra dhe zotërim të plot. Me që jemi këtu, pra ka lidhje me kuptimin e këtyre fjalëve, që të kuptosh që do thotë Allahumme salli ala Muhammed, që ta kuptosh. Gjithashtu ka i fjalë tjetër që përdoret pra sala, është për lidhje me në formën gjuhësore, ka lidhje me duan, po gjithashtu përmendet për atë që është namazi. Qartë namazi, gjithashtu pra thuhet për namazit salla, pra ai u fal, adhuroi Allahun xhalla wala, vjen origjina e kësaj fjale është duaja. Ama këtu kur themi Allahumme salli, këtu ka lavdërim. Qartë, pra të kuptohet të nga konteksti. Momentin që normal, jemi prapë i kthehemi krishterëve, nasarave. Momentin që ata vijnë siklet, kur muslimanët i flasin atyre, diskutojnë me ta, një prej pjesëve në Bibël që muslimanët i tregojnë atyre, i thonë që Jezusi Isa alayhi salatu wasalam ka vend aty ku tregohet që është veçuar me i vend dhe ka rënë sejdë. Thotë sejdë kujt i ka bë? I ka bë sejdë Allahu xhallahu ala. Atëherë si i thonin që ai meriton adhurimin, ndërkohë që ai vetë i ka bë sejdë Allahu. Metoda atyre tani si është? Metoda atyre nuk është përgjigjen për këtë që ti i thua atyre. Ata mundohen që këtë që thoni ju për ne keni vetë ju. Dhe si pasoj shife tani çaj si më thoni fut dyshime shejtanin kokë ose ato kokat e tyre, thotë po dhe ju, domethënë e keni në Islam që Allahu falet. Imagjino tani ku shkojnë? Edhe çfarë thonë? Ne kam gjuhë dhe në anglisht dhe në arabisht. Pra te surja Ahzab Allahu xhallahu ala thotë huwa alladhi yusalli aleikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Pra është te kjo njëjta temë, Allahu është ai i cili yusalli aleikum. Ktu nuk do thotë domethënë falet, por Allahu falet. Shife ku i ka çu domethënë shejtani atë. Allahu është ai i cili ju lavdëron juve. Ose nëse do themi kuptimin që salat është mëshirë, Allahu është ai i cili ju mëshiron juve. Dhe me lajket, pra me lajket bëjnë dua, kërkojnë falje. Shife imagjino do më gjuhën arabe, pra shife ata ça, domethënë shife për çfarë gjuhë arabe, shife për çfarë flet ajeti, shife çfarë duan me për. Prandaj shife si thotë shehu këtu, shehu themini Allahu më shoft, huwa alladhi yusalli aleikum, ka thënë autori pra i tefsirit, yusalli aleikum yarhamukum, ju mëshiron. Wa malaikatuhu, kërkojnë falje për ju. Pra shifeni thot, autori i tefsirit e ka komentu salatin këtu me rahme, kurse për me lajket e ka përmend me istighfar, kërkim falje. Kjo thot ka diskutim, fjala më e saktë është, si do thot shehu themini këtu? Mëshira apo jo? Thot fjala më e saktë është yusalli aleikum, yuthni aleikum fil mala'i ala. Ju lavdëron te me lajket e. Pra e kuptoni këtu yusalli. Pra yusalli këtu është që Allahu të lavdëron, jo Allahu është duke u fal. Imagjino ku ku i ka çu shejtani. Por se normal mund t'i bëjnë dyshime në njëri që se dis, pra nuk e kupton Islamin, nuk e kupton ajetet, mund t'i fusin dyshime. Edhe thoshte një që ngjosha anglisht, thoshte, ja, shife këtu në anglisht e kam shef se kjo kuptimi arabisht nuk është kështu. Pra imagjino dikush anglez se di arabishtën fare, do me tregu ty tani se çfarë do të thotë kjo fjalë arabisht. Ama ishte krishter, ishte krishter dhe thoshte shife e kam përkthy kështu në anglisht, po kjo në anglisht nuk është kështu, se qëllimi këtu është që imagjino domethënë mirë që fenë e tyre kanë gatru, duan tani të shkojnë të flasin për diçka që nuk e njohin fare, që gjuha arabe. Prandaj qartë ajeti këtu huwa alladhi yusalli aleikum, Allahu është i cili pra ju lavdëron ju dhe me lajket e tij, pra ju kërkojnë pra që Allahu t'ju lavdëroj, li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, që të nxjerrë nga errësira në dritë, dhe Allahu është për besimtarët është i mëshirshëm. Gjithashtu thotë Shebi Mbazi Allahu mëshiroft, pra hadithet për të gjëra të shumtë, salati min Allah, pra salati prej Allahu xhallahu ala është të lavdëroj robin e tij tek me lajket e lartë, duke përmendur cilësitë e tij të lavdëruara, veprat e tij të mira. Pra prej robërve është të kërkojnë këtë gjë prej Allahut, pra o Allah lavdëroje pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjithashtu, pra kihet për qëllim që Allahu ta lavdëroj
pra robët e tij ti mëshiroj ata, edhe ka përmend këtë ajet. Huwallazi ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Pra o ju cilët keni besuar, përmendeni Allahun me një përmendje të shumtë, wasabbihuhu bukratan wa asila, bëjeni tasbih atij në mëngjes dhe në mbrëmje. Huwallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Pra ai është i cili ju lavdëron ju dhe me lajket, pra kërkojnë këtë gjë prej Allahut, ose siç është komenti tjetër, kërkojnë falje për besimtarët, kërkojnë falje për besimtarët. Disa dobi këtu, pra që ka thënë shehu për salavatet. Dhe qëndrojmë të dobia e dytë. E shef, thot lexuesi i nderuar në këtë libër, se të gjitha këto forma që kanë ardhur salavatëve me forma të ndryshme, ne përmendëm vetëm 2, tek e treta përmendëm vetëm diçka. Thot përmendet salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për gratë e tij, për pasardhësit e tij. Prandaj thot nuk është prej sunetit dhe nuk e ka zbatuar urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai që mjaftohet vetëm me Allahumma salli ala Muhammad. Pa të bësh salavat vetëm me Allahumma salli ala Muhammad. Thot patjetër ti duhet përdorësh një nga këto forma të plota siç kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka dallim mes teshahudit parë dhe teshahudit fundit. Kjo është fjala e Imam Shafiut, Allahu më mëshiroft, te libri i tij Pastaj thot kanë ardhur thot nga habit që kanë ndodhur këtë kohë, prej rumujës në fushën e dijes, thot, është disa persona, ja përmend emrin Muhammed Isaf al-Filani, thot ka ardhur dhe ka mohuar salavatet për al Muhammed, ose pra për pasuesit ose familjar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur përmendet salavatet, thot ky ka ardhur dhe ka mohu këtë gjë. Tregon sheku duke e kritiku, pra ngjojeni argumentin, këtu është problemi, shifë me çfarë argumentuaj. Thot argumenti thot është se Allahu xhallahu ala nuk e ka përmend te sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Do është ajet që e keni dëgjuar për ditë xumaja shpesh. Pra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Pra Allahu dhe melajket bëjnë salavat për pejgamberin sa, pra e lavdëron Allahu xhallahu ala. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pra, o ju që keni besuar, bëni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe selam për të. Pra që nga këtu ne themi Allahumma salli, pra ose sallallahu alaihi wasallam, ose alaihi salatu wassalam, ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Pra, çive ky thot nuk është përmend këtu. Këtu është përmend vetëm për pejgamberin, nuk është përmend për familjarët apo për pasuesit e tij. Dhe si pasojë e ka mohu këtë gjë. Shehu Allahu mëshiroft çfarë thot? Thot argumenti që ky ka përmend, siç dihet, pra se tek muslimanët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që sqaron fjalën e Zotit botrave. Allahu xhallahu ala thot: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ne të kemi zbrit ty Kur'anin që është përkujtues, që ti sqarosh njerëzve atë që ju është zbritur atyre. Pra, ai sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar ne se si të bëjmë salavat për të. Dhe te këto salavat, pra është përmend dhe al. Prandaj, është obligim që ne ta pranojmë. Çfarë do më thon shehu? Që ky është çfarë? Është argumentuar me Kur'anin dhe ka lënë. Çka ka lënë? Ka lënë sunet. Kjo është gjithë çështë. Prandaj un po ja u lexoj, prandaj thot, pejgamberi sa na ka sqaruar këtë gjë. Dhe kur na ka sqaruar salavatet është përmend dhe al. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thotë kemi obligim të pranojmë për ti këtë gjë, se Allahu xhallahu ala na ka thënë: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Atë që ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merreni. Prandaj thot ka ardhur hadithi i sakt, pra i njohur që mu më është dhënë Kurani dhe një i njëjtë me të. Më është dhënë Kurani dhe një i njëjtë me Kuranin. Kush është i njëjtë me Kuranin? Syneti. Prandaj fjalat e dietarëve çfarë thonë gjithmonë? Që syneti është shpallja e dytë. Pra dhe syneti është shpallja. Siç ka thënë Allahu xhallahu ala: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për vetes tij, por se është shpallje që i shpallet. Thot, çfarë thot ky person dhe ai që mashtrohet me zbukurimin e fjalëve të tij, për një person që vjen për shembull mund të mohojë te shahudin namaz, ose mohon për shembull që femra që është me zakone ta lë namazin dhe agjërimin gjatë zakoneve, duke përmendur ose duke pretenduar se nuk është përmend te shahudin Kur'an, nuk është ose thot është përmend domethënë qëndrimi këmbë rukuja sejdja, nuk është përmend te shahudi.
Dhe se Allahu nuk ka përmend Kur'an që s'duhet femra me zakone, s'duhet falet dhe ta agjeroj. A vjen dikush thotë këtë gjë, s'do të bëhet tashahud. Pse? Se s'është përmend Kur'an. Femra për shkakun që është me të përmujshme, çfarë? Jo, të falet namazet ta agjeroj, sepse kjo gjë s'është përmend Kur'an. Po këto gjë ku janë përmend? Janë përmend sunet. Pra, a do jenë dakord ta mohus, pra do t'i pohojnë këto gjëra, këto mohim këtyre, apo do të fillojnë do të shohin t'i kritikojnë këta? Nëse është e para, pra nuk do reagojnë fare, dhe kjo është diçka që ne nuk e shpresojmë, atëherë kanë humbur, thot, me një humbje të largët, kanë dalë nga xhamati i muslimanëve. Dhe nëse është tjetra, pra do të shohin ta kritikojnë, atëherë thot ju është dhënë sukses atyre dhe kanë qelluar të vërtetën. Atë që me ato fjalë që do refuzojnë këtë person, njëjtat fjalë do ja themi dhe ne atyre. Prandaj thot ki kujdes ruo musliman që të mundohesh të kuptosh Kur'anin, ta shkëputësh nga syneti. Këtë ngjyrën sa e bukur është kjo. Thot nuk ke mundësi ta bësh të gjë edhe nëse je në gjuhën arabe si Sibawayhi në kontën. Sibawayhi është, domethënë, është dietar, njihet dietar i gjuhës arabe. Quhet Sibawayhi. Thot ti po u shkëpute, do ti Kur'anin ta kuptosh thot me gjuhë arabe, duke lënë synetin, thot nuk arrin të gjë edhe nëse je dietar i gjuhës. Ja ku e ke shembullin, thot. Ky person, pra që ne po kritikojmë këtu, është nga dietarët e mëdhenj gjuhës arabe në këtë kohë. Ama e shef thot që ai është mashtruar. Pse? Se është mashtruar, ka humbur se është mashtruar me dijen e tij për gjuhën arabe. Dhe nuk ka marrë si ndimes për kuptimin e Kuranit, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se e ka mohuar siç e kuptova. Dhe shembullit për këtë janë shumë, nuk mund t'i përmendim këtu. Këtu më duket tek libri bazë. Thot Allahu më shëroft. Ky është libri bazë. Kanë disa fjalë tepër, pra ose më shumë se që janë përmend këtu. Thot, çdo kush që di është dietar në gjuhën arabe, sa do të jetë i thulluar në të, thot siç është ky person që ne po e kritikojmë tani, nuk mund mjaftohet ai thot, çfarë, me gjuhën arabe që ta leje thot sqarimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse gjuha e vetme nuk mjafton që ti çfarë të ecësh te xhadeja, të ecësh te e drejta. A nuk i shef sahabët radhiyallahu anhum se kush kanë qenë ata në gjuhën arabe, kanë pas nevojë thot që të pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si të bëjnë salavat për të. Siç e përmendëm hadithin. Pra ne mësuam se si të japim selam, po si të bëjmë salavat për ty. Qartë, ndërkohë që sahabët ishin dietar gjuhës arabe. Pra kanë nevojë për sqarimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta keni parasysh. Pastaj vjen e njëjta gjë, Kurani dhe Suneti ta kuptojmë me kuptimin e selevëve. Pse ata që kanë Mu'tezile dhe të tjerët ku janë mbështet? Te logjika e tyre mbrapsht dhe tek gjuha arabe, prandaj duhet me pas kujdes. Thot, shifeni thot, ka transmetuar Buhari dhe Muslim nga Abdullah ibn Mas'ud me zinxhirin e tyre nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, kur zbriti ajeti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, pra kur zbriti ajeti ata që besuan e veçuan Allahun me adhurim dhe imanin e tyre, tauhidin e tyre nuk e përzin me dhulm, me padrejtësi, me shirk, kjo gjë i rëndoi muslimanëve dhe thanë o i dërguari i Allahut, kush nga ne nuk i bën padrejtësi vetes tij? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atyre, nuk është kjo, por se është shirku. A nuk e keni dëgjuar fjalën e Lukmanit që i ka thënë birit tij, ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O djali im, mos i shoqëro Allahut në adhurim kënd, sepse shirku është padrejtësia më e madhe. Qartë, thot, kjo histori dhe tjera janë argumenti qartë se sahabët disa gjëra nuk mund t'i ketë qartë ose disa prej tyre nuk mund të kenë kuptimin e disa jetëve të qartë dhe pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë dhe ai ia sqaron atyre. Prandaj thot nuk është për tu habit, pra që dalin tilla, të burojnë tilla pyetje prej tyre. Qartë? Prandaj e tregon librin e tij se çfarë ka përmend, thot, po të shohësh te libri i tij që ka quajtur Islami i sakt, ka goxha, si më thon, studime që ai ka bë këtu, që si më thon, të shtyn që të mendosh që ai nuk mbështetet te Suneti, por se mbështetet vetëm te Kurani. Prandaj thot në filan faqen 67, ne jemi musliman, Kurani jon. Pra ne mbështetemi te Kurani. Prandaj thot, pra dhe ne e dim se burimi i këtyre Kur'anijinëve është refuzimi i haditheve të sakta, dyshimin më të vogël që i vjen, thot, jo se bazohen te zinxhiri i haditheve, por se pse i kundërshtojnë to hadithe, pse i refuzojnë, se bindesh me tekat e tyre dhe me animet e tyre. Prandaj ky person thot ka hec te kjo rrugë. Qartë? Kjo është pra një nga
shtesat që shehu ka përmend këtu. Tjetra, pra dobi tjetër këtu, është i çështje që e përdorin disa njerëz. Nuk thonë Allahumma salli ala Muhammed, por se shtojnë Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E shef lexuesi tek gjitha këto transmetime që ne përmendëm, nuk është përmend në asnjë vend fjala as-siyada, pra Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed. Prandaj këta që kanë ardhur më vonë kanë diskutuar, kanë konfliktuar që a duhet shtohet kjo te salavatet e ibrahimie që quhet, ne nuk do zgjerohemi te kjo, por se ata që kanë thënë që s'është e ligjëruar kjo gjë, kanë pasuar mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka mësuar umetit ti, kur u pyet duke i thënë, kur u pyet se si ti bëjnë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai i thoni Allahumma salli ala Muhammed. Pastaj ka përmend fetvan e Hafidh ibn Hajar, Allahu më shiroft për këtë çështje. Pra që kjo nuk është diçka e ligjëruar. Qartë? Kurse ndalojmë pak pse po ja u lexoj këtë, përveç kësaj, pra që nuk është e ligjëruar, këtu Allahu më shiroft ka thënë, pra te libri bazë gjithashtu 942. Po lexoj se ka disa dobi këtu, prandaj do t'ja lexoj. Ne pra themi prerazi se haku e vërteta është me ata që e ndalojnë këtë gjë. Sepse ne besojmë gjithashtu se kjo shprehje, nëse do ishte diçka që do na afronte tek Allahu afër, do na kishte urdhëruar me të i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe nuk do kishte qenë i shkujdesur ka shi kësaj. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk kam lënë gjë që ju afron tek Allahu vetë se ju kam urdhëruar me të. Ngjoni këtë hadithin mirë. Nuk kam lënë gjë që ju afron tek Allahu xhallahu ala vetë se ju kam urdhëruar me të. Gjithashtu ka thënë, nuk ka pas pejgamber para meje, vetë se e ka pas detyrë dhe hak që ta orientojë umetin e tij te e mira që di për ta dhe t'i paralajmërojë ata nga sherri që di për ta. Prandaj, kur çështja është kështu, momenti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka urdhëruar ne që themi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon që nuk lejohet t'i afrohemi Allahu xhallahu ala me këtë gjë. Dhe sa ai që e bën këtë gjë, i bi që çfarë e ka akuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka lënë diçka mangët dhe po vjen ky person që ta plotsoj këtë gjë. Prandaj, nëse vjen dikush arrin këtë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë diçka mangët, kjo shkon në kufër dhe në humbje. Gjithashtu, dhikri është diçka tauqifi, pra merret nga Kurani dhe Suneti. Nuk mund të shtojmë ne diçka në të, ashtu siç nuk na lejohet që të mangësojmë apo ndryshojmë shprehjet e dhikrit. Për këtë ka tregon Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur te Buhari dhe Muslim nga hadithi Bara ibn Azib. Ngjojeni, më tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, momenti që të shkosh në shtratin tënd, merr abdes siç merr abdes për namaz, më pas shtriu nga krahu i djathtë dhe thuaj Allahumma aslamtu wajhi ilayk. Dhe në fund fare ky dhikr thuhet amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Gjoni këtu tani? Këtu është tema, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Pra, kam besuar te libri që ti ke zbritur dhe te pejgamberi që ti ke dërguar. Bara tani kur e ngjoj këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e përsëriti mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjoni çfarë tha? Tha, ja thash pejgamberit sa për t'i kurtuar wa bi rasulika alladhi arsal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha bi nabi. Baraja kur e përsëriti mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha bi rasulik. Çfarë ndryshoi? Nga nabi e bëri rasul. Pra nga pejgamberi e bëri të dërguar. Që dikush mund vi thotë s'ka ai. Nuk ka ai dallim, nuk ka ai diçka, pejgamberi i dërguar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjoi i tha jo, mos thuj bi rasulik, thuj bi nebijik. Pra nga ky hadith kanë marrë dietarët që ne dhikrin duhet ta marrim siç ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne mos fillojmë të ndryshojmë aty dhikrin. E kuptuat? Shifë çai ka ndryshuar ai, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam soi bi nebijik, bara tha bi rasulik. Jo, se la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mndaloi. Jo, thu bi nebijik. Prandaj thot, ngjojeni. Ka ardhur transmetim që më goditi te gjoksi, pra kështu te gjoksi dhe më tha, "Wa bi nabiyika alladhi arsal."
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Hafidh ibn Hajar, Allahu më shëroft, në Fathul Bari, thot më parsorja që është thënë te urtësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e refuzoi Beran për këtë gjë, që të themi se shprehjet e dhikrit janë tauqifie, pra merren nga Kurani dhe Suneti. Pse? Se kanë pra mistere ose gjërat që ne si kuptojmë, nuk mundet ne të bëjmë thot, pra të fusim të bëjmë krahasime aty. Prandaj ne duhet ta ruajmë, kujdesemi për shprehjen siç ka ardhur. Gjithashtu thot edhe Mazeri ka thënë njëjtën gjë. Pra duhet me përdor siç kanë ardhur. Dhe ky është një rregull i madh thot shehu, që ne duhet ta kemi parasysh të gjithë dhikrat, Sheh Albani Allahu shër, që ta kemi parasysh të gjithë dhikrat që kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që as mos shtojmë, as mos paksojmë dhe mos t'i ndryshojmë shprehjet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kritikoi Beran vetëm se ndryshoi nga nebi e bëri rasul. Pra po ta shohësh nuk ndryshoi diçka nga ana kuptimit. Por se përderisa dërguar e rasul është më i përgjithshëm se pejgamber, sepse rasuli është pejgamber dhe shtesë, prandaj ne kemi thënë çdo rasul është nebi dhe jo çdo nebi është ar-rasul, kur kemi fol për kufizimin, atëherë pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kritikuar këtë, nga që ndryshoi një shprehje me një shprehje tjetër, që tani kjo na çon që të kritikojmë diçka që dikush vjen dhe shton diçka më shumë, kjo është më parsore që ne ta kritikojmë. Ngjoni tani, thot Ibn Umayr radiallahu an ka kritikuar një person që pasi të shtiu tha alhamdulillah was salatu ala rasulillah. Pra ngjoj Ibn Umayr dikën të shtiu. Nuk u mjaftu vetëm me alhamdulillah, po shtoi dhe salavatut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra thot alhamdulillah was salatu ala rasulillah. Ngjojeni si përgjigje Ibn Umayr radiallahu anhu, thot edhe un them alhamdulillah was salatu ala rasulillah. Pra si fjalë kjo është fjalë drejt, por se nuk na ka mësuar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk na ka mësuar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mani mend të si transmetim se është shumë i dobishëm. Pra dhe normal, edhe në gjithë themin alhamdulillah salatu ala rasulillah. Ama kur të shtin nuk na ka mësuar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na ka mësuar me thon vetëm alhamdulillah. Jo, të shtojmë dhe salavat. Qartë e ka transmetuar Tirmidhiu, thot, kështu thot, ne dim se selefus salih, para të mirë për sahabëve, tabiinëve, thot, nuk e adhuronin Allahun xhallahu ala duke shtuar këtë pra Sejidina Muhammed ose Sejidina Muhammed në salavat. Dhe siç dihet, pra diçka e prerë, si më thënë, ka marrë fund që ata e respektonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se ne, e donin më shumë se ne, por se dallimi mes nesh dhe mes tyre është se dashuria dhe respekti që kishin ata ishte në vepër duke e pasuar atë. Siç ka thënë Allahu xhallahu ala, pra ku duket dashuria e madhe, respekti i madh që kishin ata për të, duke e pasuar. Dhe përmend ajetin, thuaj nëse doni Allahun, pasoni mua që t'ju doj Allah. Kurse dashuria jon është vetëm me fjalë, me forma. Pra, me fjalë, me forma, ama kur vjen te pasimi, po ne e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fort, e duam atje, ama kur vjen te pasimi, këtu ngecet. Prandaj, kur selefët nuk e kanë adhuruar Allahun xhallahu ala me këtë gjë, ne nuk na takon që ta bëjmë. Ka thënë Hudhaifa radhiyallahu an, thotë çdo adhurim që nuk e kanë adhuruar Allahun, pra me të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos adhuroni Allahun me të. Ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu an, pasoni dhe mos shpikni, jeni mjaftuar, kapuni me çështjen e hershme, të lashtë. Të hershme, kush është e hershme? Kurani, Suneti, ato që bonin sahabët. Pra e kundërta e hershme, e lashtë, e kundërta kujt? E bidatit, e shtesave, e gjërave të reja, pra kapuni me fen. Asiç ka thënë Imam Malik rahimahullah, ajo që s'ka qenë atëre fe, nuk është sot fe. Ajo që s'ka qenë kohën e sahabëve fe, sot s'ka si tjetë fe. Wal amru latik, pra çështja e hershme e lashtë është që të mjaftohemi me atë që ka ardhur saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për llojeve dhikrit, pa shtuar ne diçka. Çfarë do qoftë? Pastaj ka përmend fjalën e Hafidh. Pastaj shive tani çka ka. Thot, është një çështje që diskutohet, pra që e ka shty këtë në bazat e fikut duke thënë kush është më mirë, edukata apo pasimi? Pra që të kemi edukat ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ta pasojmë atë. Pra e quajmë këtë moment që ne themi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pra Allah, lavdëroj zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kjo ka lidhje me edebin, ne kemi edukat ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra duhet të japim përparësi edebit apo pasimit, që të pasojmë çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Thot, mas I dha përparësi që duhet pasojmë, tregon dietarët që kanë përmend, thot unë habitem thot që ndodhi ky dështim mes dietarëve për këtë çështje. Se unë thot nuk e logjikoj se si mund të jetë edukata më mirë se sa pasimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kjo nën kupton se pasimi nuk përfshin edukatën. Pra moment që ne pasojmë I bi që ne kemi dërguar edukat ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është diçka e rëndë. Prandaj kjo fjalë thot ka, domethënë shumë dëme, që të shon që ne ndryshojmë shariatin. Mirë thot marrim shembull. Shahadetin ezan, nikamet, teshahudin namaz. A nuk do jetë më e mirë sipas saj që kur të jemi namaz, themi ashhadu anna sayyidana Muhammed Rasulullah. Në ezan, teshahud. Pse? Se po kemi edukat ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë vjen si pasojë kësaj që fillon shariati vjen dhe ndryshon, feja vjen dhe ndryshon. Prandaj, nëse edukata e debi me dërguarin sallallahu alaihi wasallam është më parsor thot se sa zbatimi I urdhrave të tij, thot atëherë kshu thuhet, çfarë? Innal adab me Allah aula. Mund vim që edukata me Allahun xhelalu ala është më parsore që të parsojmë urdhrat e tij. Prandaj, për shembull, kur ashhadu an la ilaha illallah, vi me fjalë çfarë? Përmendi fjalë tjera. Fillojmë ç'a bëjmë shariat? Fillojmë shtojmë gjëra që s'kan ardhur prej Allahut dhe prej dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, unë nuk besoj se një I logjikshëm për dietarëve musliman e lejon këtë lloj veprimi, të fillojë ndryshojë feja e Allahut xhallahu ala, prandaj duhet me parandalu me jamyll pra derën kësaj gjëje, pra duke thënë pra që pasimi është më I mirë se edukata, madje vet pasimi është vet edukata, e mëshiroft Allahu ibn Mesudin ku ka thënë, pra radhiyallahu an, mjaftimi pak po në synet, me të qenit mesatar në synet apo pak synet është më mirë se sa të lodhemi, po jemi në bidat. Dhe ka përmend poezin, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Çdo hajër është që të pasojmë ata që kanë qenë pra të parë tan të mirë, dhe çdo sharr është që të kapemi me shpikjet e këtyre që kanë ardhur pra më vonë shekuj më mbrapa. Pastaj thot sheku pra për sa I përket dobive rreth salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot dije se nuk është ligjëruar që ti të mbledhësh gjitha këto format që kanë ardhur për salavatet dhe ti mbledhësh në një formë vete. Thot, e njëjta gjë thuhet për format e teshahudit. Pra, në visht të formosh ti një lloj forme salavatet duke I bashkuar të gjitha. Jo. Thuaj ashtu siç janë transmetuar, se nëse e bën këtë gjë thot është bidat në fe, por se synet është që ndonjëherë thush këtë, ndonjëherë thush këtë, thot, pra siç e ka sqaruar Sheikhul Islam ibn Taymije për sa I përket tekbirit gjatë ose tekbirit për 2 bajrame. Tjetër dobia e fundit thot, nuk ka dyshim, pra ka përmend fjalën e Siddiq Hasan Khan Allahu mëshiroft, thot s'ka dyshim se ata muslimanët që më shumë bëjnë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit e hadithit, transmetuesit e sunetit, sepse pra prej punës tyre, detyrës tyre, pra ajo që ata merren në këtë dije të nderuar fisnike, është pra që sa herë që përmendin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata bëjnë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjuha e tyre gjithmonë është pra e njom e but duke bërë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëzit që bëjnë më shumë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit e hadithit. Pastaj, pra thot shehu Allahu mëshiroft, vazhdojmë të temën tjetër. Rekati 3 dhe I 4, më pas thot jep tekbir Allahu Akbar dhe kjo gjë është obligim. Syneti është që t'japi tekbir duke qenë ulur, I ngre duart ndonjëherë, më pas shohet te rekati 3 dhe është shtyll, pra ky rekat është shtyll si rekati tjetër. Gjithashtu thot bën njëjtën gjë kur do të shohet te rekati 4, por se para se të shohet te rekati 4, pra qëndron ulur te këmba e tij e majt duke u drejtuar derisa të shkojë çdo kock pra në vendin e saj, më pas shohet duke u mbështetur tek duart e tij, siç bëri thot, pra kur u çua nga rekati I parë drejt rekatit 2. Kjo që quhet ulja e istirahas, ulja e rahatimit. Pra përmendi që të shohesh po te rekati 3, pastaj gjithashtu dhe te rekati 4. Po te rekati 4 do bësh atë që quhet xhelsatul istiraha, pra ulja e rehatimit, që thamë, pra nuk çohesh direkte, por se çohesh, qëndron pak duke u mbështetur tek duke ulur te këmba jote e majt. Thot më pas lexon pra si te rekati 3, si te rekati 4 surën Fatiha, dhe kjo gjë është obligim,
ndonjëherë thot mund të shtosh ndonjë ajet ose më shumë, dhe këtë ne e përmendëm, pra që lexon te rekati 3 dhe te i 4. Kurse te libri pra tjetër thot Allahu më shiroft, më pas çohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt rekatit 3 duke thonë tekbir, ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë dhe i tha boje këtë gjë në çdo rekat dhe sejdë, dhe ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur çoheshe për kësaj ulje thonte Allahu Akbar dhe më pas çohej, gjithashtu thot i ngrinte duart e tij pra me këtë tekbir ndonjëherë, thot gjithashtu kur donte të çohesh për rekatin e 4 thoshte Allahu Akbar, e ka urdhëruar gjithashtu me këtë atë që nuk falej mirë, pra i ngrinte duart e tij ndonjëherë dhe më pas pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte i ulur pra te këmba e tij e majt, duke u drejtuar, duke u kthyer çdo kock pra në vendin e tij, më pas çoheshe duke pra u mbështetur te duart e tij, ashtu siç bën ai që ze brumin apo brumos qartë, thot dhe lexonte te 2 rekatet Fatihan, te këto 2 rekate i 3 dhe te i 4, dhe urdhroi me këtë, ka urdhëruar me këtë atë që nuk fale mirë, ndoshta thot namazin e drekës shtonte disa ajete, siç e përmendëm te leximi gjatë namazit të drekës. Këtu pra thjesht po sqaroj pak te puna ngritja e duarve kur çohesh te rekati 3, te fjala shehu që ngrinte duart ndonjëherë, pra të sqarojmë disa fjalë dietarë këtu. Ca dietarë si Shehu Themini, Shehu Bazi, po çovësh përgjigjet e tyre, ata kur thonë për ngritjen e duarve, ata thonë që për ngrihen duart 4 vende. Ngrihen duart 4 vende. Pra sheku po thotë tu që ndonjëherë ngrihen kur çohesh për rekat 3. Ama këta dietarë ngjojnë përgjigjet e këtyre, Shehu Bazi, Shehu Themini, ngjojnë si përgjigjen për ngritjen e duarve. Thot syneti është që ti ngrish duart kur në tekbirin fillestar, kur bie në ruku, kur çohesh nga rukuja dhe kur çohesh për te rekati 3 pas te shahudit parë, se ka ardhur kjo nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është obligim, por se është synet që ka bërë Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e kanë bërë Khulefau Rashidin, është transmetuar për shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është synet që besimtari ta bëjë këtë gjatë gjithë namazeve. Kështu dhe besimtarja, sepse origjina është se si burrat si gratë janë njësoj pra në gjykime, vetëse nëse vjen dhe veçon argumenti. Prandaj, synet është i ngrish duart e tekbirit fillestar, tregon se deri kur ngrihet, siç e përmendëm, kur bie në ruku, kur çohesh nga rukuja dhe kur çohesh nga tashahudi i parë rekat 3, siç kanë ardhur hadithet. E gjitha kjo është synet. Pra përmendi ngritjen e duarve zakonisht në 4 vende. Kurse Shehu Themini Allahu më shëroft thot pasi sqaron atë librin me dhebin Hanbeli, thot pas të shahudit parë. Pra ajo që kuptohet prej fjalës së autorit që nuk i ngret duart këtu, sepse ai s'e ka përmendur, kur çosh për rekat 3. Thot ky është fjala e njohur me dheb e ka fjalën për dhebin Hanbeli, që nuk ngrihen duart kur ti çohesh nga tashahudi i parë, sepse në dheb ngrihen duart në 3 vende. Tekbir fillestar, ruku dhe kur çohesh nga rukuja. Por se fjala e saktë është domethënë që ngrihen duart se ka nga Ibn Umar radiallahu anhuma. Pastaj sqaron se sepse kuptohet edhe ca dietar, edhe kjo pra ka një diskutim që duart ngrihet kur ti fillon me u ngrit apo pasi e ngrit. Tu thot Shehu, thot kur ti çohesh prej tashahudit parë, pra ngritja e duarve është pasi ti e çuar në këmbë, sepse po ta shohësh hadithin e Ibn Umerit radhiyallahu an, është thot wa idha qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi. Kur çohesh nga 2 rekatet ngritet duart. Dhe kjo nuk mund të vërtetohet si hadith dhe se mbasi ti e çuar në këmbë. Pra ti ngrish duart mbasi e çon në këmbë. Kjo është fjala Shehu Themini dhe është mbështetur te kurse ca dietar të tjerë që kuptohet nga përgjigjet e tyre që kur ti para se ose kur çohesh ose para se të çohesh me tekbirin, kur jep tekbir. Thot dhe nuk vërtetohet kjo gjë vetëm kur ti e çuar në këmbë. Prandaj mos i ngrit thot duke qenë në këmbë, por se pasi e çuar në këmbë. E njëjta gjë e ka thënë edhe tek Buhari, pra me hadith me numër 739, Umer radiallahu an kur hynte namaz tregon në radh, pastaj thot: "Wa idha qama min rak'atayn rafa'a yadayhi." Kur çohesh për 2 rekate, i ngrinte duart. Dhe Ibn Umeri thot këtë gjë e ka ngritur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra thot këtë gjë unë e kam pa nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu thot Shehu kjo është e qartë, e dukshme se nuk i ngret duart vetë se kur çohet, dhe me këtë kuptojmë gabimin aty që ka thënë, pra që ngrihen duke qenë ulur. Por se kjo çështje është e gjerë, prandaj unë përmend prap, siç u përmenda te mbas rukus, e kam pyetur Sheikh Rabini, kanë thënë, a është prej suneti që kur ne çohemi nga tashahudi i parë të ngrim duart, pra thon duke thënë Allahu Ekber duke qenë ulur?
pra ti ngrim duar dhe themi Allahu Akbar ulur, shehu ka thonë kjo çështje është e lehtë, ajo që ti e shef anon për saj merr me të, pra anon nga ajo, vazhdo puno me të. Thot hadith nuk ka diçka thot prerë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë tekbir vetëm mbasi është shuar në këmbë. Prandaj kur dush ti jep tekbir thot duke qenë ulur, nëse jep tekbir pasi pra je çuar në këmbë ose kur çohesh nga teshahudi. Mos debatoni rreth këtyre çështjeve. Pastaj Imam Ahmedi është pyet për vendosjen e duarve pra mbas rukus në gjoks, ka thonë çështja është e gjerë. Ka vazhduar atë temën që ne folëm atij. Ama përgjigje fillimisht është për këtë temë. Qartë? Kjo ishte për sa i përket pra dy gjërave. Kjo e para që këtu ka thënë ahjanën, te këta dietarësh njihet si synet që ngrihen duart katër vende dhe si pasojë në ato rastet e tjera vi me fjalën e shehut që ndonjëherë pra ngrihen duart, siç thamë rastet e tjera. Dhe tjetra se kur ngrihen duart. Këto janë ato që desha këtu t'ju them, te xherset istiraha, pra ulja e rahatimit, këtë e kemi sqaruar, pra kur çosh nga rekati ty. Pastaj ta mbyllim edhe me këtë, ta themi edhe këtë inshallah sot. Thot al-kunut fi salawat al-khams lin-nazila. Ecim, lexojmë të shkurtimisht, pastaj thot këtu Allahu më shiroft, pra që të bësh dua kunuti, mund themi shqip, ne, të bësh kunut, pra kur i ndodh një fatkeqësi e madhe, një bela ose fatkeqësi e madhe muslimanëve. Pra bëhet dua kunuti. Bëhet tek rekati i fundit i namazit. Dhe ku është vendi? Thot, është synet që të bësh dua kunuti dhe të bësh dua për muslimanët kur i ndodh atyre një fatkeqësi e madhe. Vendi i kësaj duaje kunuti është mbasi thua pas rukuje Rabbana wa lakal hamd. Qartë? Pas rukuje kuptohet tu, pas rukus të rekatit të fundit. Nuk ka diçka pra të vendosur, të caktuar, dua të caktuar, të vendosur, por se bëj dua në të me çfarë përshtatet me atë fatkeqësi që ka rënë. I ngre duart gjatë kësaj duaje, e bën me zë kur je imam, thon amin ata që janë pas imamit, dhe momenti që mbaron, thua Allahu Akbar dhe bie sejdë. Qartë? Kjo është tema. Pastaj thot për kunutin e vitrit, ka fol për kunutin e vitrit. Kunuti e vitrit inshallah flasim herë tjetër. Kurse te libri tjetër thot Allahu më shiroft, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që kur donte të bënte dua kundra dikujt ose pro dikujt, bënte kunut thot shehu këtu ka shumë kuptime, por se qëllimi këtu është që të bësh dua në namaz në një vend të caktuar, qartë, thot kur bënte dua kundra dikujt ose pro dikujt, thot e bënte te rekati fundit pas rukuje. Pra kur thoshte semi Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamd, e bënte pra e ngrinte zërin, pra që ngjoheshe duaja e tij, tregon këtu, dhe ngrinte edhe duart. Ngrinte zërin, ngrinte edhe duart. Thot, e transmeton se kush e transmeton, Ahmedi Tabarani me zinxhir të saktë, thot ky është medhebi i Ahmedit, i Ishakut, që ngrinin duart gjatë kunutit, siç përmend filan vend, kurse ta fshis fytyrën, thot me, pra mbasi ke po dua, fillon dhe fshin, pra i bë mes ose fshin fytyrën, kjo gjë nuk ka ardhur te ky vend, është bidat, këtu është bidat. Kurse jashtë namazit, pra mbasi bë dua kur je jashtë namazit, edhe disa persona çfarë mbasi bëjnë dua, fshin fytyrën e tyre me duart e tyre, thot nuk ka ardhur hadith i saktë, çdo gjë që është transmetuar është e dobët, ca transmetime janë më dobta se disa, siç e kanë përmend filan vend, prandaj ka thënë Izi ibn Abdussalam disa prej vetvave të tij nuk e bëjnë vetë se ignorant. Do të thotë që nëse dikush për dietarëve ka saksu këtë hadith, i bie që të punoj sipas këtij hadithi. Ama fjala e shehut është që në duan e kunutit kur bëhen namaz nuk fshihen duart, kjo është bidat. Jashtë namazit kur bën dua, bën me fshi fytyrën kështu, thot hadithet sakta, pra sipas Sheikh Albani, studimit Sheikh Albani nuk kanë ardhur. Thonë janë disa më dobta se disa. E bën të kunutin të gjithë namazet, të 5 namazet, pra nuk është vetëm namazet me zë. Pra, edhe nëse do bëj dua edhe për yle, edhe për ikindi, dhe si pasojë të rekati fundit do ngre zërin. Qartë, ta keni parasysh këtë. Do bëhet duaja e kunutit. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bënte dua kunuti vetë se kur bënte dua për një popull ose kundra një populli, siç ka thënë, pra ndoshta thonte o Allah ndihmoj Walid ibn Walidin, Salama ibn Hisham, Ayash ibn Abi Rabia, o Allah domethën i lutesh Allahut që ta dënonte apo t'i vinte belaja Mudarit, fisit Mudar, thot o Allah boja atyre vite si vitet e Jusuf, pra vite që kanë ndodhur kohën e Jusufit, vite thatësire, pra kanë thatësirë të madhe, o Allah thot mallkoje Allahumma al'an lahyan wa ra'lan wa dhakwan wa ri'lan wa dhakwan wa asiya
ose Usayya asatillahu wa rasule janë fise që kanë luftu, pra kanë luftu pejgamberi sa më ka po luftu sahabët, pra ka bë dua pra për lanet kundër këtyre fiseve, edhe do të lexoj disa histori që kanë ndodhur. Dhe Usayya, nëse zgabohem, thotë ka kundërshtuar Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe thonte kur mbaronte prej kunutit Allahu Akbar dhe binte në sejdë. Te libri bazë, pra për ngritjen e duarve ka përmend këtë histori dhe unë do t'ju lexoj dy histori inshallah dhe ta mbyllim. Te libri bazë thot Allahu më shëroft, pra kur ka përmend ngritjen e duarve, thot tregon që kanë qenë te Enesi, Thabit ibn Aslam al-Bunani, kanë qenë te Enesi dhe ka shkruar diçka për familjarët e tij dhe ka thënë dëshmoni o ju kurra. E kanë pyetur se kush janë kurra, thot sikur ti kishe përmendur me emra. Thot unë po përdor të termin kurra, lexuesit e Kuranit që lexojnë e punojnë me Kuranin. Thot unë e përmenda këtë gjë, aty tregoju për vëllezërit tuaj që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i qonin kurra, ata ishin 70 persona, bonin këtë dhe këtë, do t'ju tregoj te hadith, momenti që u godit Hubejbi, do t'ju tregoj dhe historinë e Hubejbit radhiyallahu an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i dërgoi këta 70, pra hafizë Kurani ose ata që mësonin Kuranin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërgoi te kjo lagj ose te ky vend dhe ishte edhe daja ime Harami, pra daja e Enesit i bi vllai i Sulejmit. Pra daja kishte daj, pra vllai i Sulejmit radhiyallahu anhu majma'in. Thot Harami i tha atyre mirit tyre, pra këtyre 70 kurra për lexuesve të Kuranit, për hafizave të Kuranit, thot ti themi këtij fisi që ne po kalojmë që nuk duam këta, duam të kalojmë vend tjetër. Dhe ja thanë që ne nuk kemi qëllim ju, po shkojmë diku tjetër. Dikush thot erdhi me shtizën e tij dhe e goditi Haramin nga mrapa radhiyallahu an, dhe momenti që hyri shtiza nga përpara, pra i hyri nga mrapa dhe i doli përpara, thot Allahu Akbar, fustu wa rabbil Kaaba, Allahu Akbar, pra Allahu është më i madhi, fitova, pra pasha Zotin e Ka'bes, thot ju mblodhën të gjithë dhe askush nuk shpëtoi. Pra i vran të 70 këta lexues Kur'an. Dhe ky është një rast ku pejgamberi sa ka bë dua kundra këtij fisi që ka vrarë këta sahabë radhiyallahu anhum wardahu. Thot ngjojeni çfarë thot Enesi. Pra që ndër këta ishte edhe daja e Enis radhiyallahu anhu majma'in. Thot nuk kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është mërzit dhe është pikëllu siç është pikëllu për këtë rast. Pra u mërzit shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pash namazin e sabahut ngrinte duart dhe duke bë dua kundra tyre. Ngriti duart dhe bëni dua kundra tyre. Si janë këto dy histori tek Muslimi dhe po e mbyll me kaq. Që të ngjoni diçka për historive të sahabëve, ngjoni diçka që të na nxjisi, të na shtyt, të na inkurajoj. Pra shifet që kanë bërë sahabët, çfarë përpjekjesh kanë bërë ato për fenë Allahu xhallahu ala. Te Sahihu Muslim, Enes radhiyallahu anhu transmeton duke thonë erdhën disa njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na dërgoi disa njerëz, i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na dërgoi disa njerëz që të na mësojnë Kuranin dhe Sunetin. Dërgoi tek ta 70 burra prej ansarve që ju thuaj atyre kurra. Ndërto thot ishte edhe daja im Harami. Lexonin Kuranin, e mësonin gjatë natës, pra e mësonin këtë gjë, dhe momenti që vinte dita, mershin thot, grumbullonin ose mblidhshin ujë, ikshin mbushin ujë dhe vendosnin xhami. Shkonin dhe mblidhnin dru, i shisnin drut dhe ç'a bonin me këto lekë që kishin, blenin ushqim për Ahlus Suffe. Ahlus Suffe ishin ato persona që nuk kishin shtëpi, por se jetonin në xhami pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këta kurra ç'a bonin, ngjohet ç'a thot Enesi për ta, e para mësonin Kuranin gjatë natës, lexonin, mësonin Kuranin, gjatë ditës merrshin ujë e sillshin në xhami. Mershin mblidhshin dru, e shisnin drut, blenin ushqim ja sillnin këtyre sahabëve që ishin në xhami radhiyallahu anhu warda. Shifet ç'a vepra bonin. Pra atyre dhe fukarëve. I dërgoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tek këta dhe ata i vran. E shif kërkun, pastaj, çfarë? I pren besi, më thon, duke i vra. Radhiyallahu anhu, i vran thot para se të arrinin tek vendi. Dhe ata thanë, o Allah, pra o Allah, transmetoja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ne, se ne takuam ty o Allah, ti je i kënaqur prej nesh dhe ne jemi të kënaqur prej teje. Dhe erdhi dikush tek daja ime Harami, pra te daja e Enesit, nga mbrapa dhe e goditi derisa i hyri thot ajo shtiza përpara. Dhe tha Harami, pra shifeni si të transmetimi, fitova pasha Zotin e Ka'bes, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, vëllezërit tuaj janë vra
dhe ata kanë thënë kështu e kështu. O Allah, lajmëroje për ne pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam se ne takuam ty o Allah dhe ti u kënaqe me ne dhe jemi të kënaqur dhe ne jemi të kënaqur me ty. Kjo është historia. Kurse historia e Hubejbit radhiyallahu anhu që thot u godit dhe Hubejbi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar 10 prej sahabëve pra në një delegacion ose një ekspedit ushtarake dhe prisin e tyre vendosi Asim ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Ata vazhduan thot derisa arritën tek i vend Hada, pra që ishte mes Usfanit dhe Mekës, u përmendën këta 10 sahab te një fis prej fis të Hudhailit që i thuhet Benu Lihjan dhe ata thot u nisën, ishin rreth 100 harktar. Pra ata ishin 10, këta ishin sa? 100 harktar. Pra morën vesh që shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po kalojnë këtu në filan vend, nisuni tani ju 100 harktar që ti kapni. Thot, pasuan gjurmët e tyre, momenti thot që e ndjeu këtë gjë Asim dhe shokët e tij, thot u strehuan tek një vend. Ata i rrethuan nga gjitha anët. Dhe i than, hajdeni, dorëzojuni se ne ju japim besën që nuk do vrasim askënd për jush. Asim radhiyallahu anhu i tha shokëve tij, o ju njerëz, unë nuk dorëzohem, unë nuk zbres tot mbesën e qafirit. O Allah, lajmëroje për ne pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam. I goditën ato me shigjeta. Thot, e vran Asim radhiyallahu anhu. 3 persona pranuan që zbresin besën e tyre ose që dorëzohen besën e tyre. Për tyre ishte Hubejbi, ngjoni, për tyre ishte Hubejbi, Zeid ibn Dathina dhe një person tjetër. Momentin që ata patën mundësi ka shiktyre sahabëve, pra ja morën ato të harkut, ato fije të harkut dhe i lidhën me to. Thot, personi i tretë, ky që i treti që u dorëzu, thot, kjo është tradhtia e parë. Thot, pasha Allah, unë nuk shoqërohem me ju, ose shembulli im janë ata që u vran. Pra ata që ju vrat, ata janë shembull për mua. Unë nuk ju dorëzohem ju, me që ju e thyt besën. Qartë, prandaj thot, ata që u vran janë shembull për mua. E tërhoqën thot, derisa i refuzoi që të shkonte me ta, e vran. Kurse Hubejbi dhe Zeidin shkuan thot dhe i shitën Mekë. Pas kishte ndodhur lufta e Bedrit. E blen thot Benul Harith ibn Amir, thot blen Hubejbin. Pse? Se Hubejbi kishte vrarë Harithin ditën e Bedrit. Pra imagjino tani na erdhi rasti, ky që na ka vrarë këtë person nga fision, na erdhi rasti ta blejmë edhe ta vrasim. Radhiyallahu anhu warda. Thot, ngjoni të çka ka ndodhur, qëndroi tek ata Hubejbi radhiyallahu an si pra rob lufte. Derisa ran dakord thot që ta vrisnin, pra që të merrshin hak. Një ditë prej ditëve thot, ai mori hua një brisk nga një prej vajzave të fisit që të pastronte me të auretin, përqimet e auretit. Qartë? Thot, ose mund të përdor përqimet e auretit ose po. Thot dhe ajo ja dha hua. Momenti që po bonte këtë gjë, ju afrua thot një vajzë e vogël, pra Hubejbit radhiyallahu anhu. Basi, kuptohet, domethënë aureti nuk ishte zbulut, kuptohet. Thot, e gjeti tani Hubejbi duke qenë aty, erdhi kjo fëmia vogël dhe ju ul thot, çfarë? Ju ul thot Hubejbit, ku aty ku ishte ul. Ndërkohë që ai kishte briskun dorë. Nëna vet u trem shumë. Pra kujtoi tani se çfarë? Do t'i bëj diçka kësaj vajze të vogël. Pra ai kishte marrë këtë briskun, tani e kishte në dorë. Mbaroi punën që kishte, vjen kjo vajza vogël i ulet Hubejbit radhiyallahu anhu. Nona tremet shumë. Sa Hubejbi e dallon që nona tremet shumë. Pra kuptohet pse tremet, kuptohet se do i bonte kujtoi se do i bonte diçka. Ngjoni tani. U trem thot sa e kuptoi Hubejbin fytyrën e saj. I thot, ke frikë se do ta vras? Nuk e bëj unë këtë gjë, i thot. Nuk e bëj unë këtë gjë. Shifini muslimanët që të kemi për shif, ë? Që ju thash edhe më përpara. Thot, nuk e bëj unë këtë gjë. Thot ajo, pashallah, unë s'kam pa rob lufte më të mirë se Hubejbi. Nuk kam pa më të mirë se Hubejbi radhiyallahu anhu. Shif, dëshmia e saj. Ngjoni, thot, pashallah, unë thot, e kam pa i ditë duke hënë bistak vesh rrushi, thot, kishte në dorën e tij këtë gjë, thot, ndërkohë që ishte i lidhur, e kishin lidhur thot me zinxhir hekri dhe nuk kishte në Mekë rrush në atë kohë. Pra kjo është prej kerameteve, prenderimeve që jep Allahu e uliave, miqve ti. Pra thotë pash duke hënë rrush, ndërkohë që Mekë s'kishte rrush në atë kohë.
Pra ndërkohë që ishte çfarë, e kishin lidh. E kishin lidh. Dhe thonte, pra, që ai ishte rris, kjo femër. Thoshte ai është rris që Allahu xhallahu ala kishte furnizu Hubejbin. Momenti që e nxorën nga haremi, shife, nuk kanë dashur ta vrasin harem, pra që ta vristin, e nxorën jashtë haremit, tha Hubejbi radiallahu an, lërmëni që të fal 2 rekat. Pra të fal 2 rekat para se të vrisni. Thotë lan, i fali ato 2 rekat dhe tha, pasha Allahun, sikur të mendonit që pra unë, si më thënë jam, u dorzova, ose kam frikë, apo diçka tjetër, unë kisha me zgjat namazin më shumë. Qartë, pastaj ka bë dua për ta, që Allah xhallahu ala ti shkatroj të gjithë, dhe mos qëndroj asnjë prej tyre gjallë, ka përmend një poezi, pastaj thot, Hubejbi radiallahu an, pra për çdo musliman që vritet këtë lloj forme, pra ligjëroj ose e bëri i pari, jo ligjëroj, po e bëri i pari këtë gjë që të falet para se të vritet. Thot, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëroi shokët e tij, pra për lajmin e tyre se çfarë kishte ndodhur tyre sahabëve, dhe çuan disa prej kureshve të Asim. Pra kjo i ndodhi Hubejbit. Po Asim, ai që ishte i pari që tha unë nuk dorzohem, radiallahu an. Thot, dërguan disa prej kureshve tek Asim, që sepse i thanë që ai është vra. Tani doni thot na sillni diçka prej trupit të tij, na tregoni shenjë që ai është vra, shenjë ndalluese që ne ta kuptojmë. Shkuan për të gjetë trupin e tij. Thot sepse edhe Asim kishte vrarë njërin prej më të mëdhenjve atyre, prej të mëdhenjve gjithashtu. Thot Allahu xhallahu ala i dërgoi Asim një grup, thot, si më thon, një grup të madh bletësh, thot, dhe si më thon, erdhi një tuf ose grumbull i madh bletësh dhe ja mbuloi trupin. S'kishin mundësi me ja prek trupin. Pa shife çaj ndodhi Hubejbit, shife çaj ndodhi Asim. Ja ruajti Allahu trupin mbas vdekjes që ata mos ta prekin, të merrin diçka prej trupit apo diçka. Pra dërgoi thot Allahu një tuf, pra bletësh dhe ja mbuluan trupin e tij, nuk kishin mundësi thot që të merrshin diçka prej trupit të tij. Radiallahu anhum wa ardahum. Pra në both Allahu xhallahu ala që të izim rrugën e pejgamberit, rrugën e sahabëve, dhe shohim këto histori, pra si mësim, inkurajim, marrim dobi për këtyre. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju.